Sunja dalë, po i kam 2 djemë tash të veni, se me kanë sunja këshim dalë edhe këta, ndoshta dikush mundën më këthyje, dhe që shohë unë s'ka tarme, se ma mirë është prapë në përrendim se këtu. Tu s'ka kushte, dhe më dhe nuk i ka dhënë kërni par kushte, as qeveria, as kur kush. Po du pe shoh që ma mirë kanë bënë që kanë ikë, sa me ne këtu. Sa ja delti me punu dhe me mbajt për shembull një familje me një shitore të vogël? Po unë sunja dalë, banor ka shumë pak tash për momentin, ka pas ma shumë, se kanë ikë shumica në për shtetet jashtme. Gjendemi në fshatin Zëm, përveç nuk pas ka investime rrugë të ndreqta, po duket se është një vend pak i lont ana, është thojna na, edhe po duket se ky fshat është emigru. Shumë njerëz e kanë lëshu fshatin Zëm, pra nuk jetojnë këto, është një fshat, nuk merret shumë me bujqësi fshati Zëm, mbi të gjitha u doket që janë punëtor njerëz. Përshëndetje për krejt juve njerëz të dashur, miqtë e mi nga unë Eliona. Nuk ka nevojë besoj sot me ju tregu se ku po gjendemi, sepse po tregon vetë tabela mbrapa meje. Pra gjendemi në fshatin Zëm, vetë sa erdhëm këtu në fshatin Zëm, edhe me ardhjen në këtë vend, jemi direkt në sallën e parë të darsave këtu në fshatin Zëm. Kjo po i bjen që jemi në hymje të zymit edhe gjithashtu në hymje të sezonës të verës, që domethënë është një pjesë dërmuese e mërgjimtarve, një pjesë dërmuese e mërgjimtarve që kanë me ardhë dhe kanë me bo darsma si vjetë në Kosovë. Jashtë aksajna, po du me ju tregu që kemi hullumtu pak për fshatin Zëm edhe kemi pa që fshati Zëm është një fshat shumë i pasur me trashëgimi kulturore, historike, me gjitha të mira që mundet me i pas një fshat. Hajteni bashkë me mu edhe mundemi me pa ma tepër për fshatin Zëm se çka ka këtu edhe çka munden me na thonë njerëzit apo banorët e fshatit. Hajteni me mu. Zdashur me që gjatë rrugës që po e bajna këtu në fshatin Zëm, jemi duke ecë edhe jemi tu pa që përveç nuk pas ka investime që me thonë rrugë të ndreqta ose diçka pak ma mirë që mundet me pas një fshat, po duket se është një vend pak i lont ana, është thojna na, edhe po duket se jo veç që nuk pas ka edhe shpi ku me ditë çka, po nuk pas ka as njerëz me cilën po duket që ky fshat është emigru. Do me thonë një pjesë dërmuese e njerëzve, edhe si pas hulumtimeve që i kemi bo, edhe si pas njerëzve që na tregun pak a shumë njerëzve kanë lëshu fshatin Zëm, pra nuk jetojnë këto, është një fshat, mbi të gjitha e mira e kësaj, është një fshat që ajrin e pas ka mega të bukur. Do me thonë është një ajër shumë i pastër që ja vlen me qëndru në këtë fshat, nuk bën me lëshu kur qysh, edhe besoj që çdo njeri që ka qef me pas shëndetin maksimal, mundet me jetu në Zëm, sepse do me thonë prej Prizrenit deri në fshatin Zëm, nuk e di sa kilometra i pat, veç është kogja një lartësi me cilën e kemi bo, me ju të regu drejt, one jam tut gjatë rrugës që e kemi bo këtu, sepse kujdo që i bjen najher rruga për me arë në fshatin Zëm, e shef që do me thonë është një pjesë tepër e lartë ku nuk guxa me këshu njerit, e poshte se veç tutet, kur gjë tjetër po veç tutet. Edhe gjatë rrugës që po e bojna na këto, po tentojna me gjetë zdikon prej banorëve me na tregu pak a shumë, edhe pse po në banor, po nuk dashim me na u prononcu para kamerave. Ishin të punu me punëtynve, thanë që nuk merren shumë me bujqësi, nuk merret shumë me bujqësi fshati Zëm, por mbi të gjitha u doket që janë punëtor njerëz. Po na po tentojmë rrugës që po e bojmë me gjetë zdikon edhe punëtor, edhe që na flet para kamerave, edhe me na tregu shumë çka ka në këtë fshat, me çka mirën, çka bojnë, çka ka fshati kaq të mirë, se tek e fundit jemi ardhur për çda me gjetë diçka të mirë fshat, por ndryshe nuk është që kishmi ardhur. Po besojmë që dikon për rrugës kemi me taku, edhe ka me na tregu pak a shumë për fshatin. Hajdeni me mu. Gjatë rrugës që po e bojmë, ju thash edhe ma herët që po tentojmë me gjetë dikon prej banorëve, edhe me na tregu pak për fshatin, me na kallëzu çka punojnë, çka bojnë edhe krejt tjera. E kemi pra domethënë këtu prej një shitoren e fshatit, edhe kemi me tentu me pyet përshëndetje. A jeni loqësh po kaloni? Ju jeni banor i fshatit Zëm. Tregona pak çish është Zymi.
Zëmi është një fshat kështu i vogël, mirë po karakteristik, domethënë banor ka shumë pak tash për moment, ka pas më shumë. Se kanë ikë shumica në për shtetet jashtme, domethënë ç'është. Po pse kanë ikë? Domethënë na kanë dalë një pjesë e madhe jashtë vendet, Kanë dalë se domethënë këtu nuk ka me çan më marr punësimi, domethënë s'kan ku më punësue. Edhe pse i kanë kryer shkollat shumica, domethënë janë me fakultete dhe kanë ikë. E kemi një pjesë dërmuese që dalin jashtë krejt Kosovës, dalin për me punu dikun tjetër. Po tregon pak njerëzit e Zymit me çka mirën, a mirën me bujqësi apo mirën me diçka tjetër? Ma herë kanë marrë me bujqësi, tash kërkush mirët bidet këtë toka, domethënë ka me fiqe pa punuar, domethënë këtë livadhe, domethënë nuk punohet kurrë. Vetëm me gurbet. Vetëm me gurbet. Vetëm me gurbet. Domethënë pjesa dërmuese janë krejt në gurbet. Tregom që është kjo pjesa e verës, korriku, gushti që vinë krejt mërgjimtarët edhe i kemi këtu. Sa është veni i gjallnushëm në Zëm? Po pak, ndoshta në gjallë, mirë po shumë pak. Shumë pak, se edhe që vinë domethënë shkojnë në për pushime në det, janë ne domethënë nuk janë më net bëma këtu në për shtëpiat e veta, domethënë ka bëma këtu 2-3 ditë. Pa gjallnohet për aq pak ditë, gjallnohet vendi këtu. Shumë pak se kohë e shkurt. Po pse nuk e kanë gjithë veten, për shembull njerëzit në Zëm ose me punu diçka ose me bujqësi me umirë ose diçka tjetër jashtë krejt fshatit, po për me jetu të paktën këtu. Po nuk ju paguhet, domethënë. Nuk ju paguhet. Marketi është i joti. Po. Sa ja delti me punu dhe me mbajt për shembull një familje me një shitore të vogël? Po unë s'unë ja dal, po i kam 2 djem tash të veni, se me kanë sunë kishim dalë edhe këto domethënë kishim në shell. Kjo është veç kjo lagja për shembull apo është një pjesë e madhe e Zymit që vinë edhe blejnë? Jo, është një shitore poshtë, është, domethënë 2 shitore kemi në gjithëset. Po tregojmë pak çka ju kishe thonë njerëzve që dalin në mërgjem. A ja vlen me nejt këtu me punu në Kosovë, në vendin tonë, në fshatin tonë, apo ja vlen me dal jashtë edhe me punu atje? Masi si kom nalë edhe djemët e mi, domethënë masi i kom jashtë, se një kisha thonë, domethënë, se ma mirë është prapë në perëndim se këtu. Tu s'ka kushte, domethënë nuk i ka dhënë këni par kushte as qeveria, as kurkush. A më rinj për shembull me punën që e bojnë atje me ju ndihmu edhe juve këtu sadopak që thonë më herët? Si jo, mos me na ndihmu, si kishna quaj. Ata kanë shku për çato. Sa është pak kjo pjesa që i bëni mall, që thonë ana në Kosovë i bëni mall pak edhe fëmijët kur dalin në mërgjem. Domethënë mas një kohe a vjen ai mendimi që pse e çuva jashtë ose të kish nejt këtu nashta ish bala më mirë. Po megjithëse unë se kum quaj jashtë, vetë kanë shpreh dëshim me ik, mirë po edhe unë po e shoh që më mirë kanë bënë që kanë ik se sa me ne këtu. Nuk ka kurrë. Nuk ka jetë. E kemi për shembull edhe një pjesë dërmuese që dalin jashtë po kthehen prapë në Kosovë. Kthehen investojnë në Kosovë edhe pse kanë punuar nashta 20 vjet e më shumë në Zvicër, në Gjermani, në Itali, Sloveni. Po janë kthyja pesë në Kosovë. Çfarë mendimi ke për ta? Po mendoj që ishin kthyer me ata me kanë të rryma për shembull që ka hyp. Shumica kanë hyp shumë sende, domethënë çka me qere, çka me punu. Çfarë kishe me ju thonë njerëzve që janë në mërgjem? Po t'ishte për shembull rryma do sende këtu një vend domethënë subvencione që do sende kishin net njerëzit. Kështu pa ato s'ka. A është pak faje edhe... Faje është këtë qeveria, domethënë që s'punon kur gjatë, domethënë për popull. Qa mendon në kohën në vazhdim, të ardhmen, çka ka me ndodhur në Kosovën? Në Kosovën mendoj se ka mu zbras, kret, që po do këtë që të shkue. Si majrët që na që thëshna për Gorant, për shumë një pjesë këtu Gorane e Dragashit që është e tili ju, se gjysa është Gorane, gjysa shqiptare, komuna Dragashit. Atje majrët ka ndodhë që kjo tash të na la ma shumë tash, shqiptarët janë të ikë. Në kanë këtu po mendon që është faji i qeverisë? Faji i qeverisë ma shumë, se më së të gjenë për shumë me qenë në fabrikë, në diçka të më tonë në komunë më pënësuar. Një fabrikë e vetë me ka qenë që kjo Drateksi Dragash, edhe ajo në byllë. Nuk kam betë ma kur gjë tjetër. Tregoma një mesazh që ja u kishe dediku njerëzve që dalin me jetu jashtë, edhe qysh mendon që e gjejnë veten ose aja kish vlejt më kthy apo ja vlen me qëndru atje? Qysh kishe me ju drejtu një mesazh? Po një mesazh që unë ju kisha thonë, ndoshta dikush mundën më kthy, veç çysh e shoh unë s'ka
tash për tash. A nëse punohet diçka, punësohet, qilet në fabrikë, në diçka, ka mundësi edhe më kthy dikush. Mirë, po pa bë diçka. Edhe s'ka nik vetëm jashtë, ka nik domethënë edhe në Prizren, se pe gjojnë vetëm atje sa do kudo në përpunë, në përsent. Sa është larg zymi prej Prizrenit, a keni për shembull çdo ditë çësje që duheni me dal patjetër në Prizren? Po ka domethënë autobuse, kanë edhe kera, kanë që ka që janë disa, domethënë dalin, nuk kanë 37 km diku. Rregull, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë për fjalë.